Ashtu më tha që i kanë pru në një kohë të pa kohë. Në një kohë ku ashtu më tha që s'ka që ka të bëj, vetëm një diçka ashtu më tha që e ka tash. E din një vend të sakt se ku shtrihet baba i tij në varr. Dhe ka po 10.000 lule, qenë 10.000 porosi, dhe qenë 10.000, mos të më dhe 100.000 për kraje. E miliona. Sepse në ditët varrimit e keni pa patëm gjithë shqiptarinë për më smihimi, për më anisit. Kështu që vizita e vëllezërit ti që do ta bëjë nesër, është vizitë në burg. Një vizitë shtesë për dhënve që i ka bërë në burg, po që të mundohen me na shit sikur e kanë liru mi pa ata. Prandaj unë mendoj kjo është vetë një farsë e cila se në çfarë mënyrë do të arsyetu gjitha këto shkelje elementare të treta të njerëzit, unë mendoj se po rrim karshi jo vetëm Kosovës, po shtu najt karshi edhe vetë drejtësisë evropiane dhe karshi të një drejtësie në shekullin 21.